Omeri radiallahu anhu edhe Aliu radiallahu anhu të najt me një mejlis. Vjen njani edhe ankohet thot Aliu radiallahu anhu më ka bo pa drejtësi, ka lyp prej Omerit me gjykun mes tyne. Tëni i ka thonë Omeri radiallahu anhu Aliut, i ka thonë, në qua bobe Hasanit, ullo me hasmen tanë edhe të këshyrën problemin. Edhe në ullë, edhe ka në këshyrë problemin, edhe ka shkuaj njëri. U kry do më thanë, çështja e gjykimin mes tyne. Edhe u ullë Aliu radiallahu anhu apet në venin e tina. Mirë po Omeri radiallahu anhu e ka vrejt që në ftyrën e tina diçka nuk është i knasht. E i ka thonë, atë pengoj diçka për këti mejlisi, atë pengoj diçka për sjellje për gjykimit, atë pengoj diçka që tu ka prish pak qehre që shtojmë popull. Ka thonë Aliu radiallahu anhu, thot po, o dhesi besimtarve. Çka ka ajo që të pengojmë? Thot më ke thonë, qu o baba e Hasan, qu edhe olo, me hasmen tanë. E nuk o duf me më thanë kështo. Po shkak se kur ti thësh dikujna, o baba e Hasan, ose një nofk që e dënë, është siku kur e shprej dashnin tanë ndaj tina, edhe vlerësimin tanë ndaj tina. Thot është duf me thanë qu o Ali edhe olo në ven, me hasmen tanë. Po shkak se kështu i ke parapri me dashnin tanë ndaj meje, me ato që i ke kalzu se qëfar pozite ka mone në zemrën tane, e është duv me më thanë namën, qu Ali, edhe ullu me hasmen tanë. Kësi njerëz nuk gjanë ma. Një Omeri radiallahu anhu është gëzu shumë, edhe ka thanë, prej juve e kena mësu dinin, prej ehlul bejt. Po besoj që është të qartë. Aliu radiallahu anhu e ka pengu që kë e ka parapri, ka thonë qu o baba e Hasanit, edhe ullu me hasmen tanë. E kështu nuk është duft, është du me thanë qu Ali, po shkak se me paraprime kësi shprejja është sikur kur ti e përkra pak. E lusëm Allahun azza wa jalla me na ndihmue me kam prej muslimanëve të mirë.